sa vlen shqiptarin Maqedoni? A vlen ma shumë e vlen, a ka vlejt dikur me BDI? Është krijuar një perceptim që situata e shqiptarit në Maqedoni është përkecuar gjatë qeverisjes suaj me Mickovskin, zëri Megjidi. Qysh është e vërteta? Prandaj edhe pse atje kemi zgjedhjet lokale, me sigurim fokus e kemi këtë temë, do mundohem të sqarojmë. E para, atje jemi dy pasqi etnike shumicë, do më thonë shumica e parë Maqedone, shumica e dytë shqiptare dhe pakica, do më thonë më të vogla. Dhe cili do jetë në qeveri e zgjedh vetë bashkia, do më thonë atje Mickovskin se kemi zgjedh ne, ka zgjedh Pala Maqedone, po dhe pretendimet e opozitës shqiptare që rrinte dera e qeverisë janë pretendime për të bërë qeveri me Mickovskin, jo me se Zaevi dhe Kovacevski janë LSDM-ja Venko, i cili është një kryetar i ri, është në situatën më të keqe, do më thonë, historikisht që një. Asnjëherë nuk ka parë pikërisht politika maqedone si një përfaqësim më të dobët të partisë dytë të Maqedonës. Vërtet, ndërsa në kampin politik shqiptar, atë që duhet ta theksoj, vleni ka sjell konkurrencë. Ka sjell demokratizim të skenës politike shqiptare, për shkak se në të kaluarën shqiptarët o kanë pas një monopol politik, një parti të fuqishme në pozitë dhe të dobët siç është situatat e Pala Maqedone tash, ose kanë qenë të fragmentarizuar në shumë parti politike dhe ka defaktorizuar votën shqiptare. Sot shqiptarët në Maqedoni kanë dy tavore të fuqishme, është vleni në qeveri dhe këta që po i ndryshojnë emrat brenda 6 muaj, domethënë Fronti Evropian, Fronti Kombëtar, AKI, pra vetë BDI apo ikë pi BDI-s, po kamuflohet, pra nuk e parmen. Po e fsheh emrin? Po e fsheh emrin sepse identifikohet me listat e zeza, identifikohet me korrupsionin e kështu me radhë. Pra kjo është realiteti. Edhe pse numrat nuk janë në favorin ton, e keni parasysh pra, qeveria e kaluar ka pas 42 deputet Maqedonas, të LSDM-s, dhe deri te 61 i ka vënë me deputetët shqiptar. Sot numrat janë në favor, nuk janë në favorin ton, sepse VMRO dhe ZNAM kanë 65 deputet vetë, a shumica bëhet me 61. Teoretikisht mund ta bëjnë qeverinë vetë, mirë po ne atemi si përfaqësues të shqiptarëve, dhe në parim pra janë rrujt ato, edhe pse numrat nuk janë favor, është rrujt parimi që një për 3 funksioneve kryesore të jetë shqiptar, Afrim Gashi është kryetari i parlamentit, pra e kam fjalën për kryetar shteti, kryeministër dhe kryetar parlamenti, dhe tek formacioni tjetër të ministrave, zavencave, drejtora, parafasysh është i njëjtë, edhe pse numrat nuk janë në favorin tonë. E tash vim të çështja që mundohet opozita shqiptare, që tash nuk mirret me reformimin e vet, po mirret me krijimin e një percepcioni të rrejshëm. Pra është krijimi një percepcioni të rrejshëm që situata e shqiptarëve në Maqedoni është më e keqe me vlenin në qeveri. Po, pikërisht atë do ta sqaroj. Vleni është vetëm 15 muaj në qeveri. Pra e para ka qenë që po degradohet gjuha shqipe. Ta kemi qartë. Në Maqedoni nuk ekziston ligj për gjuhën shqipe.